Mirë se takojmë miq sërish në emisionin e përditshëm këtë muaj të begat Ramazanit, në emisionin Muaj i Shërimit. Një prej elementeve për të cilave besimtari duhet të shërohet veçanërisht në këtë muaj të begat është zilia. Shpesh ajo zë vend në zemrën e tij, veçanërisht kur ai ekspozohet shumë ndaj gjërave që nuk i zotëron vetë, por se i kanë të tjerët. Si të ruhemi nga zilia, si ta kuptojmë të gjitha dhe së pari zilin, si e ka trajtuar Islami zilin dhe cilat janë disa nga perspektivat në cilën duhet ta shohë besimtari zemrën e tij në raport me zilin. Për gjitha këto do të na flas Hoxha e nderuar Blerim Rexha. Hoxha, mirë se vini. Mirë se jeni. Faleminderit për ftesën. Hoxha, nëse flasim për zilin dhe feja e trajton jo pak çështjen e zilis. Çfarë ndikimi ka ajo në zemrën e njeriu? Pra, si duhet parë zilia në perspektivën e brendshme së pari? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë. Selam dhe përshëndetjet më të bukura qofshin për më të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nëse shikojmë zilin, fillimisht dietarët e kanë përkufizuar në disa forma. Nëse e përmbledhim në mënyrë të shkurtër, shohim që hasedi në gjuhën e fesë apo zilia do të thotë të dëshirosh ti tjetërsohet dikujt një begati të cilën Allahu i lartësuar ja ka dhënë. Ibn Qayyimi e përshkruan edhe më ndryshe. Thotë ta urresh begatinë e Allahut e cila i është dhënë dikujt tjetër. Një dietar tjetër bashkohor, Ibn Ashuri, thotë është një ndjenjë shpirtërore e njeriu që e synon apo e dëshiron ndaj një begatie të cilën e pëlqen te dikush tjetër, një begati të cilën Allahu i lartësuar ja ka dhënë dikujt tjetër, e pëlqen, mirë po pasohet me një dëshirë tjetër të keqe, që ti tjetërsohet ajo, ti zhduket ajo. Dhe kjo për arsye që ai të mos veçohet me atë begati, apo që të mos e shoqërej atë begati të cilën edhe ai e gëzon. Pra, sikur është një farë egoizmi që dëshiron veç ai ta ketë atë begati, apo ti tjetërsohet atij ajo begati, edhe pavarësisht a përfiton ky apo jo. Është një një vepër e shëmtuar nga morali që të cilën muslimani duhet të lirohet prej tij. Ne shpesh kur jemi në raport me, po them, me të tjerët ose në situata që mund të nxisin lakmit e gjithsesi për nesh, mund të përfshihet zemra nga nuancat e saj, por ndërkohë lakmia është trajtuar si sëmundje e zemrës, pra jo thjesht një ndjenjë kalimtare, po ajo shpesh mund të kthehet një sëmundje e cila mund ta degradojë zemrën e njeriu. Përse duhet parë si sëmundje dhe jo si thjesht një ndjenjë kalimtare? Saktësisht ashtu është. Zilia si sëmundje reflekton nga brendësia e zemrës së njeriu. Pra nuk reflektohet vetëm sikur disa simptome. Mirë po, ajo është thellë në zemër dhe duhet të trajtohet si burim i infeksioni dhe të shërohet qysh në palcën e zemrës në mënyrë që të reflektojë pastaj dashamirësi dhe jo ligësi. Dhe nëse marrim një shembull, një enë, pavarësisht me çfarë është e mbushur, edhe ashtu do t'i vijë aroma sapo të hapet. Nëse marrim një gotë e mbushur me parfum, me misk, sapo ta hapim dhe do të ermoj aromë të këndshme. Edhe në anën tjetër të kundërt. Nëse do është e mbushur me qelb dhe me ndërsirë, sapo ta hapim, ajo do të kundërmoj. Dhe kështu është edhe njeriu. Pavarësisht nevarësisht se si është dhe kështu është edhe njeriu. Varësisht si është zemra e tij e mbushur me dashuri për Allahun, me besim, me dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me dashuri për besimtarët, ashtu edhe do të reflektojnë veprat e tij. Dhe kjo është e lidhur ngushtë me njohjen e drejtë të Allahut të lartësuar. Zilia vjen tek një njeri vetëm si pasojë e mungesës së njohjes së drejtë të Allahut të lartësuar. Nga se dikush kur njeh që Allahu i lartësuar është i urti, dhe gjykon me urtësi absolute. Është më i dituri, el alim, që çdo veprim i tij është në bazë të dijes së tij të përkryer. Pastaj e njeh Allahun e lartësuar me cilësitë e tij të përkryera, me atributet e tij të larta, atëherë është çdo begati, çdo veprim i Allahut të lartësuar dhe ndokujt për krijesave të tij e sheh si drejtësi absolute të Allahut të lartësuar, andaj dhe nuk do t'i ketë zili të tjerët. Mirë po, është i kënaqur me atë çfarë Allahu i lartësuar ja ka caktuar atij apo ja ka caktuar të tjerëve.
Dhe kështu besimtari duhet ta mjekoj qysh në palcen e vatrën e infeksionit dhe jo të merret me simptomat. Kur e shëron vatrën e infeksionit, atëherë jeton në prehje dhe në qetësi. Ndërkohë, me sa duket, po themi zilia është një farë mënyrë dhe mungesë e imanit plot. Pra, një imani dobët, një besimi dobët, do të lërë hapësirë pastaj për zili. Pra, siç e thamë në fillim, nuk është thjesht një ndjenjë, por që nga një sëmundje dhe me sa duket ndoshta është dhe një problem edhe i besimit dhe imanit. Saktësisht, zilia është e lidhur ngushtë me besimin dhe me sa më shumë që besimtari e përsos besimin e tij dhe reflekton nga njohja e Allahut të lartësuar, ashtu edhe do të rezultojë me vepra dhe me qëndrime, nga se para veprave i paramprin synimet dhe dëshirat dhe pastaj veprat i përkthejnë ato dëshira dhe synime në praktik dhe qëndrimet tona janë reflektim i brendësisë sonë. Nëse shikojmë besimi jonë dhe shtyllat e besimit, një ndër shtyllat e besimit është edhe besimi në kaderin e Zotit. Dhe çfarë është kaderi? Është ajo çfarë Allahu i lartësuar ju ka caktuar krijesave të tij. Dhe ky kader, ky caktim i Zotit rrjedh si pasojë e diturisë së Allahut të lartësuar absolute dhe urtësisë së tij. Dhe çdo gjë e vendos në vendin e duhur, në kohën e duhur dhe mënyrën e duhur. Dhe Allahu të lartësuar i takon urtësia më e përsosur. Ne jo rastisht themi në lutjet e mëngjesit 3 herë në mëngjes dhe po ashtu në mbrëmje 3 herë në mbrëmje. Dhe pas çdo herë pas ezanit themi lutjen të cilën na ka mësuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Mirë, po pak ndalemi të meditojmë rreth kuptimit të këtij dhikri, të këtyre lutjeve. Çfarë thot? Çfarë themi ne? Themi, jemi të kënaqur që për Zot, për Rabb e kemi Allahun, për fe Islamin dhe për të dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po çfarë do të thotë Rabb? Rabb është krijuesi, është sunduesi, është drejtuesi i çështjeve tona. Është ai i cili kujdeset për krijesat e tij. Andaj pse ne të kaplohemi nga zilia për begatitë të cilat Allahu i lartësuar ja u ka caktuar të tjerëve, kur e dijmë që kjo rrjedh nga dituria e përsosur Allahut të lartësuar. Është ai që kujdeset për krijesat e tij. Është ai që ja ka jap ato. Është ai që i begaton me ato begati. Njëkohësisht është Allahu i lartësuar që është më i pasuri. Nuk mund t'ja tjetërsosh të tjetrit, po as nuk mund t'i marrësh ato begati me zor. Mirë, po kërkoj nga gjerësia e mirësisë së Allahut të lartësuar, nga se Allahu është me bujari, të jep kur t'i lypësh, madje është El Jawad, prej emrave të bukur të Allahut, të jep edhe pa ja lyp. Të jep nga begatitë të Allahut të lartësuar edhe pa ja lyp fare. Ndërkohë, shtaja kësaj, kur që Allahu i lartësuar është El Ghani, më i pasuri dhe të thret. Më lut që të përgjigjem. Lutem mua që të përgjigjem, të premton të përgjigje. Dhe në fund të fundit njeriu mashtrohet dhe kaplohet nga zilia dhe në mënyrë të shkujdesur dëshiron që të tjerëve të i humbën ato begati. Dhe kjo është një lloj gërvishtje në besimin e besimtarit. Në gërvishtje në besimin saktësisht në shtyllën e kaderit, të caktimit të Allahut të lartësuar. Nga se të gjitha begatitë që Allahu i lartësuar ju ka dhënë të tjerëve rrjedhin nga ato caktime të cilat Allahu i lartësuar ju ka caktuar. Dhe ku e di ti? Të gjitha ato begati janë sprovë për njerëzit. Falenderojnë, shpërblehen, i mohojnë, do të ndëshkohen për to. Andaj pse ti kemi zili të tjerët, kur gjerësia e Allahut, kur mirësia e Allahut të lartësuar është e gjerë dhe mjafton për të gjithë. Shpesh zilia lidhet me ato që ka tjetri dhe është lloj pak kënaqësie, pra siç po thoni ju, raport me ato që tjetri është begatuar ose edhe është sprovuar. Po ndërkohë zilia është trajtuar dhe si padrejtësi ndaj vetes përpara se të jetë ndaj tjetrit. Si i bën padrejtësi vetes një person i përfshirë dhe i dominuar nga zilia? Po, zilia, si për ironi ka thënë Muawiu, i biri i Ebu Sufjanit, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Thotë, si për ironi, zilia është një ves shumë i drejtë, se pari më së shumti i bën dëm vetvetes ziliçari para se t'i bëj dëm të tjerëve. Dhe thotë, po i njëjti thotë, ziliçarin asgjë s'mund ta kënaq, përderisa t'i largohet begatia të cilin atë që e ka zili. Është një lloj, nëse mund ta përshkruajmë, sikur një helm në gjuhë që nuk lejon t'i shihesh begatit. Njëherë duhet të lirohemi nga kjo jetësi e helmit, ta largojmë nga gjuha jonë, në mënyrë që t'i shijojmë pastaj edhe begatit e tjera. Është sikur vazhdimisht njeriu ziliçar e krahason veten e tij me të tjerët. Pse atij është dënë?
pse kështu dhe pse ashtu, e kundërshton, e rebelon caktimin e Zotit. Është Allahu i lartësuar ai që i cakton gjërat. E jo që është i dorëzuar saktimit të Allahut të lartësuar, të pajtohesh me atë që ju ka dhënë dhe të jesh falendërues për begatitë të cilat ty të janë dhënë. Dhe kështu shpëton që së pari të mos i bësh pajtërsive të vetës, nga se ai që është ziliqar jeton në terr, me zemër të ngushtë, me gjoks të ngushtë, vazhdimisht i brengosur, vazhdimisht i mërzitur, sikur jeton për të tjerë dhe i shikon të tjerët me çfarë begati janë dhënë. Dhe nuk e shijon ato momente të cilat Allahu i lartësuar ja ka dhënë përpara tij. Nuk e shijon adhurimet, nuk e shijon begatitë me të cilat Allahu i lartësuar ka begatuar. Nuk i gëzon ato. Vazhdimisht i shikon të tjerët. Dhe kjo është ajo, nga ky kontekst, është që më së shumti i bën ziliçari dëm vetvetes së tij. Pra as nuk i shijon ato që ka dhe as nuk i zhvillon dhe as nuk po themi i kultivon ato mirësitë të cilat nëse do të fokusohet te këto, ndoshta do të bëhesh më të mëdha se ato që zotëron tjetri. Ndërkohë njeriu në natyrën e tij është i tillë që krahasohet me të tjerët, natyrshëm, është i interesuar se çfarë arritje ka bota, kanë të tjerët dhe pa këtë cilësi, pa këtë, po themi, konkurrencë, pa këtë matje me të tjerët, bota nuk do zhvillohet. Pra natyrën e njeriu është ambicia, çfarë është e arritshme, të cilën mund ta arrit dhe unë. Deri ku është kufiri i kësaj ndjenje pozitive, i këtij kurioziteti të shëndetshëm me ndjenjen e zilisë dhe lakmisë. Pra, si e trajton Islami, po themi, konkurrencën e ndershme, dëshirën për të patur gjëra të dobishme dhe zilin ndaj asaj që nuk e zotërojmë. Po, përderisa zilia është një gjë e ndaluar, madje Allah i lartësuar e përshkruan në Kur'an sikur një ves i jo besimtarëve, madje ka prej dietarëve, sikur Fudajl ibn Iyadi thot, zilia është ves i hipokritëve. Thot Allah i lartësuar në Kur'an, "Wadda alladhina kafaru min ahli alkitabi law yurdunakum ba'da imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Thot Allahu i lartësuar në kuptimin e këtij ajeti, dëshirojnë, synojnë idhtarët e librit, disa prej idhtarëve të librit, sikur të ktheheshit ju në mosbesim. Arsyeja, pasi ju kanë zili për imanin juaj, pasi që ju bë atyre e qartë. Thot Ibn Uthaymin, një prej dietarëve bashkohor, Allahu pas mëshiruar, thot zilia është një zjarr që ndezet dhe vazhdon të ndezet edhe më shumë dhe nuk e shuan asgjë tjetër përveç kënaqësisë me caktimin e Allahut të lartësuar. Ndërkohë, nëse besimtari nuk është i kujdesshëm që ta shuaj këtë zjarr, ai do të djeg atë së pari, para se të djeg të tjerët. Kjo është zilia. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot: "La tabaghadu, la tahasadu, wa la tadabaru, walakin kunu ibadallahi ikhwana." Mos e urrejni njëri tjetrin, mos e keni zili njëri tjetrin dhe mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, mirë po bëhuni robër të Allahut vëllezër. Kjo është në anën tjetër zilia. Në anën tjetër, Islami na nxit për një zili në kuptim të mirë, për një dëshirë të mirë, një konkurrim të ndershëm. Si është ashtu? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm ndaj dy personave lejohet zilia. Është për qëllim zilia e mirë, dëshira për një arritje sikurse e ka arritur dikush tjetër. Për kjo është fjala, për atë që është dhënë pasuria dhe e shpenzon në rrugt të Allahut, dhe në anën tjetër për dikujt që është dhënë dituria dhe urtësia dhe i mëson të tjerë dhe gjykon në bazë të asaj urtësie. Vetëm në këtë kontekst është e lejuar njeriu që të ketë zili, në kuptimin e mirë të fjalës. Pra që të dëshiroj atë begati që është dhënë dikujt tjetër edhe për veten e tij. Mirë po, me kusht që të mos e dëshiroj që atij t'i humb kjo begati. Pastaj Allahu i lartësuar është më i pasuri, el-Ghani, i mëvëcishëm, më i pavarur. Allahu i lartësuar, kur atyre ju ka dhënë, atëherë kërkoj edhe ti. Nga se Allahu i lartësuar nuk i paksohet pushteti i tij. Dhe këtu është ajo konkurrenca çfarë Allahu i lartësuar na fton që të konkurrojmë me njëri tjetrin në vepra të mira. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Dhe vetëm për këtë çështje le të garojnë punë mirët. Pra të garojmë për punë të mira, të garojmë për vepra edhe me të dashura që Allahu i lartësuar i do. Kjo si ndjenjë, pra zilia, është një problem që ju po e shtjelloni duke treguar se fillimisht e shkatron të brendshmën e njeriut, e bën atë që të mos shijojë begatit, po mund të kthejë edhe në dëm ndaj tjetrit. Po nëse kjo si sëmundje, si cilësi kthehet në cilësi të shoqërive, pra dominon shoqëritë, përbëhet një sëmundje, një virus i cili përhapet më shpejt tek të tjerët. Çfarë pasojësh ka një shoqëri e tillë? Në të vërtetë, veprimet tona, qëndrimet tona janë
si pasqyrim i asaj çfarë besojmë ne dhe çfarë bindje kemi. Nëse e shohim mësimet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në lutjet e mëngjesit, e shohim një lutje shumë të bukur. Në atë lutje jemi të përshtatshëm që ta praktikojmë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka falendëruar Allahun në mëngjes, ai që thot Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka shukr. Që në shqip i bie, o Allah, unë u zgjova, gdhiva. Dhe çdo begati që kam unë, apo dikush tjetër për krijesave tuaja. Pra jo vetëm besimtarë, pavarësisht njerëzit, të gjithë, qofshin ato edhe gjallësat, që nuk logjikojnë, kafsh, shpez, çfarëdo. Çdo begati që e kanë të tjerët janë vetëm prej teje o Zot. Ty të takon falëndërimi dhe ty të takon mirënjohja. Kur besimtari zgjohet me këtë ndjenjë dhe e zbaton dhe e përjeton gjysh në zemër, ai do të jetë faktor pozitiv në shoqëri. Nuk do të ketë zili as vëllezërit, as motrat. Përkundrazi, do t'i gëzohet çdo suksesi të cilën e gëzojnë shoqëria e tij, nga se e di, është i bindur që çdo begati të cilët e gëzojnë të tjerët, një farë forme i kthehet edhe atij kjo begati. Është një lloj harmonie, një lloj begatie, një lloj xheneti që jeton besimtari në jetën e kësaj bote para se të hyjë në xhenetin e vërtet. Pra jeton duke qenë vazhdimisht mirënjohës, vazhdimisht falendërues ndaj Allahut të Lartësuar dhe ndaj të tjerëve. Nuk i ka zili, përkundrazi, ju gëzohet të tjerëve, ju dëshiron të mirën, është dashamir, është zemërgjer dhe e di që në këtë formë përmirësohet shoqëria, nga se zili është një lloj helmi që e helmon vetë ziliçarin dhe pastaj e përhap edhe zilin në shoqërinë e tij. Nga se zilia zakonisht nis si zjarr i vogël, si gaca të vogla në zemër. Mirë po nëse besimtari nuk kujdeset që t'i shuaj ato reflektojnë në fjalë, ofendime, thyrje, mbase mallkime. Rruna Zot mund të vazhdojnë me veprime, sikur se ka ndodhur me vëllezërit e Jusufit. E kishin zili vllahun e tyre, se babai e donte më shumë dhe e deshen që t'i largoja ajo begati. Si përfundoi? Me hudhjen e tij në bunar. Dhe kështu Allahu na ruaj, mund të përfundohet zilia me veprime jo të këndshme armiqësore në mesin e shoqërisë tonë. Shpesh sëmundjet përhapen, komplikohen dhe krijojnë edhe sëmundje të tjera. Pra nuk fokusohen vetëm në një aspekt, por mund të krijojnë po themi problematika dhe pasoja të shumë fishta. A ndodh kështu dhe me sëmundjet e zemrës? Pra zilia a mund të ndikojë tek njetet që njeriu ka, tek besimi i tij, tek qëllimet e tij, mënyra se si vepron dhe çfarë synon në jetën e tij dhe në adhurimet e tij? Po, ashtu është. I lirë nga se zilia mund t'i përvidhet njeriu pa ndjer fare. Nëse besimtari nuk është i kujdesshëm ta marrë veten në llogari dhe të shikoj begatitë e Allahut të Lartësuar. Jo rastisht janë përmendur gjitha këto lutje për begatitë e Allahut të Lartësuar në mëngjes, në mbrëmje para se të flej besimtari. Në mënyrë që vazhdimisht t'i kujtoj ato begati. Amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Me begatitë e Allahut të Lartësuar trego, dëftoj. Dhe besimtarit mund t'i përvidhet njëti dhe mund t'i shtrembërohet duke pasur kënaqësinë, duke pasur synim kënaqësinë e Allahut të Lartësuar, duke qenë i sinqert në veprimet e tij, në dëshirat e tij, ti përvidhet zilia, pastaj me synim të krijesave, apo me vetpëlqim, apo me mendjemallësi, sikurse ishte burimi apo fillimet e rebelimit të iblisit të mallkuar ndaj Allahut të Lartësuar. Kur e pa që Allahu i Lartësuar ndroi Ademin dhe i urdhëroi me lajke që t'i binë në sejdë. Ishte zilia ai fillimet e rebelimit të tij, sepse ai të ishte më i mirë, edhe dëshironte që atij t'i zhdukej kjo begati. Pastaj u përvjedh kjo me mendjemallësi dhe me vetpëlqim dhe ju rebelua Allahu të Lartësuar dhe nuk ju bind. Dhe besimtari duhet të jetë i kujdesshëm në këtë aspekt që t'i rigati zemrës së tij, nga se zemra rrotullohet dhe është mes dy gishtave të Allahut të Lartësuar. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është lutur më së shpeshti që kanë transmetuar Aisha dhe sahabët e tjerë, ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, o rrotuesi zemrave, forcoje zemrën time në fen tënde. Pastaj është përmendur edhe lutja e besimtarëve që Allahu i Lartësuar përmend në Kur'an, mos na lejo në zemrat tona të kemi urrëtie, të kemi mëri, të kemi zili për besimtarët që na kanë paraprirë neve në vepra të mira.
Për cilësive të besimtarit mirë është që ai të jetë i kënaqur me Zotin dhe të ketë një dorëzim të plotë ndaj tij. Si shërben zilia si një, po themi, pengues, si një frenues i këtyre dy virtyteve që besimtari duhet të kultivojë vazhdimisht në raportet e tij me Zotin e tij. Po i lirë, besimtari është i obliguar të duroj. Të duroj në sprova, të duroj në bindjen ndaj Allahut të Lartësuar dhe durimin të afrojë veten nga ndalesat e tij. Ndërsa është e pëlqyer dhe e kërkuar nga ai që të jetë i kënaqur me caktimin e Zotit. Dhe kjo është një gradë e lartë e imanit. Në momentet që besimtari i shfaqet zilia dhe i ka smir besimtarët e tjerë, ka smir që ti zhdukën atyre begatit, që ka thënë Abdullah ibn Mesudi, mos i armiqsoni begatit të Allahut. Kur kanë pyetur, si ti armiqsojnë? Mos e dëshironi zhdukjen e tyre nga besimtarëve të tjerë, të cilët Allahu i Lartësuar ju ka dhënë. Siç ka thënë Abdullah ibn Mesudi, mos i armiqsoni begatit të Allahut të Lartësuar. Kur e kanë pyetur, vallë si mund t'i armiqsojmë ne begatit të Allahut? Dëshira juaj që t'ju zhduket robërve të tij, dëshira juaj që ato begati të Allahut të Lartësuar t'ju tjetërsohen, t'ju zhduken robërve të Allahut të Lartësuar. Kjo është armiqësimi. Ndërkohë, nga besimtari kërkohet dorëzim i plot ndaj Allahut të Lartësuar. Jo rastisht themi ne, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Të Allahut jemi, ne dhe gjithë çfarë kemi. Pra ne jemi pronë, jemi robër të Allahut të Lartësuar. Ndërkohë që Allahu i Lartësuar është Zoti jon, është sunduesi jon, është mbreti. Dhe tek ai do të kthehemi. Sa bukur është shprehja një prej dietarëve. Dhe ka thënë, nga ne kërkohet që ti dorëzohemi Allahut të Lartësuar. Dhe ky dorëzim është kënaqësia jon me çdo gjë çfarë Allahu i Lartësuar ka caktuar. Dhe ka thënë, në lidhje në raport me zilin ndaj të tjerëve, si mund ta kem zili unë një vëlla musliman, po një motër muslimane, për begatinë të cilën Allahu i Lartësuar ja ka dhënë, ndërkohë që unë në fakt dua shumë më tepër për të. E synoj xhenetin. Elus Allahun e Lartësuar që t'i jap xhenetin. Si ta kem zili për dunjan e tij? Dhe thotë, nuk e kam xhelozuar, se kam pasur zili askën për begatitë e dunjas të cilat Allahu i Lartësuar ja ka dhënë. Pse? Nëse do ta kem zili për dunjan dhe ai është nga banorët e xhenetit, dunjaja është e nënçmuar, as nuk krahasohet me xhenetin. Ai do të shkojë në xhenet. E nëse është nga banorët e zjarrit, Allahu na ruaj, ajo dunja për të cilën mund ta kem zili, do të përfundoj bashkë me të në zjarr të xhenemit. Zilia kuptohet që është një çështje që ka të bëjë me të brendshmën e besimtarit apo dhe individit kushdo qoftë dhe me zemrën e tij. A mund të ndodhë që zemra të jetë e mbushur me zili edhe pse ndoshta nuk duket në veprimet e jashtme? Pra, a mund të jemi të prekur nga zilia edhe pse në pamje të parë nuk duket dhe nuk vërehet? Zilia nuk është një problem i jashtëm, nuk janë disa simptoma, disa reflektime të veprimeve tona, aty paratyshme, mirë po burimin e kanë në zemër, nga bindja jonë e luhatshme, në besimin e Allahun e Lartësuar, nga të çfarë ju ka premtuar robërve të tij, dhe po ashtu nga lëkundja jonë në besimin në kaderin e Zotit. Dhe kjo lidhet në ngushtë, nga se çdo përmirësim i zemrës është përmirësimi i gjymtyreve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në trupin e njeriu ndodhet një organ, një copë mishi, është fjala për zemrën. Nëse ajo përmirësohet i tërë trupi. Ndërsa nëse ajo sëmuret i tërë trupi. Dhe thot ajo është zemra. Besimtari nëse përfshihet nga zilia, është në sprovë të vazhdueshme. Është në një jetë të mirueshme. Më e pakta që mund ta godas atë është mos kënaqësia me caktimin e Zotit. Pastaj vazhdon kjo me dëshirën që t'i zhduken ato begati të tjerëve, dhe pastaj e treta vazhdon e merr hidhrimin e Zotit. E tërheq hidhrimin e Zotit ndaj tij, dhe pastaj e katërta është vazhdimisht në zemrën ngushësi, dhe e pesta privohet nga suksesi dhe përkraja hyjnore. Duke qenë se jemi në muajin e Ramazanit, ku besimtarët në këtë muaj i shtojnë duat e tyre dhe vendosin disa prioritete në raport me atë se çfarë kërkojnë dhe çfarë duhet synojnë dhe çfarë duhet arrijnë në këtë muaj të bekat të Ramazanit. A duhet të jetë pjesë e duave tona që Zoti na ruaj nga zilia, ose së paku të pastrohemi nga ato cilësi të ulta që mund të jenë dhe cilësi të ziliqarëve? Padyshim, zilia është një sëmundje që ne si besimtarë duhet të lirohemi
dhe në veçanti në muajin e Ramazanit, nëse shikojmë gjitha lutjet edhe Kuranin, duke nisur nga surja Fatiha, ne i shoqërojmë besimtarët në lutjet tona. A themi në surën Fatiha, më udhëzo vetëm mua, apo themi, na udhëzo të gjithë neve në rrugën e drejtë? Pra i përfshijmë të gjithë. Po ashtu për emrat që përdoren, ne të adhurojmë dhe vetëm ne prej teje ndihmë kërkojmë. Pra përdoret për emri në numrin shumës që t'i përfshijmë të gjithë. Po ashtu në fund të hijatit, ne lutjemi për besimtarët. Pastaj Ramazani është një muaj solidaritetit, një muaj i ndarjes së begative me të tjerët, një muaj i ndihmës, shtrimit të iftarëve, lutjes për besimtarët. Këtu besimtari është e duhur që ta fisnikrej shpirtin e tij, ta pastroj zemrën e tij, nga sa Allahu i lartësuar thotë: "Qad aflaha man zakkaha", ka shpëtuar ai që e ka pastruar. E ka pastruar zemrën e tij. Wa qad khaba man dassaha, ndërsa është nënçmuar ai që e ka përlyer. E ka përlyer me vese të shëmtuara, me sëmundje të zemrës. Ndërsa ka shpëtuar ai që e ka fisnikruar zemrën dhe shpirtin e tij. Dhe muaji i Ramazanit është ai muaj i mëshirës kur hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e zjarrit dhe kërkohet nga çdo besimtar që ta synojë mirësinë dhe të largohet nga raptësitë dhe të largohet nga sëmundjet. Dhe në këtyre sëmundjeve që duhet të heqim dorë dhe ta flakim tutje, është zilia si ves i ligë me të cilën mund të njolloset besimtari. Ndërkohë, ne ndoshta kemi të lehtë që të lutemi për gjithë besimtarët, por ndoshta me ata të cilët kemi far konkurrence, kemi far rivaliteti, a duhet të gjejmë forcë dhe të lutemi Zotit në heshtjen vetmi për emra konkret të posaçëm dhe kështu ndoshta kemi shpëtuar dhe kemi kuruar veten tonë nga zilia? Padyshim, madje kjo është e kërkuar që besimtari fillimisht atë se zilia, siç e thamë edhe më herët, është një lloj helmi. Ajo më së pari ty të helmon. Që të lirohesh prej tyre, shumë nga dietarët kanë propozuar dhe kanë këshilluar që ta lusësh në vetmi për atë. Tahadu tahabu. Shkëmbeni dhuratën e mes jush në mënyrë që t'ju shtohet dashuria. Edhe dhurata më e mirë është lutja. Ta lutesh Allahun e lartësuar në vetmi për atë që mbase ka mundur të përvjedhet ndonjë ndjenjë e zilies për të. Mënyrë që të fillimisht të lirohesh ti të shpëtosh vetveten tënde, të jetosh në xhenetin e begative, në xhenetin e adhurimeve të Allahut të lartësuar, pastaj të dëshirosh të mirën ndaj tij. Në momentin që ti e dëshiron të mirën, në momentin që ti e lut Allahun e lartësuar të begatoj atë, e ke shpëtuar vetveten dhe pastaj edhe atë e ke liruar nga ndjenjat e këqija. Por Zoti shpërbleft. Allah shpërbleft edhe ju, faleminderit. Për miq, ky është edhe takimi i sotëm, folëm për zilin. Hoxh Blerimi e shpjegoi mirë se mbi të gjitha zilia është një ndjenjë e brendshme e cila lidhet ngurësisht me dobësimin dhe me keqkuptimin e duhur të besimit. Një besim i lartë, një dorëzim i plot ndaj Zotit, një pranim me kënaqësi i asaj se Zoti ka caktuar për veten dhe për tjerët, është një kurë e mirë për të larguar zilin dhe për ta shëruar veten nga kjo sëmundje. Lutim Zotin që këto fjalë, këto këshilla, këto orientime të ndikojnë te gjithsecili prej nesh, për që në këtë muaj dhe mbas tij më të çliruar, më të pasur shpirtërisht dhe me sa më pak zili. Ju falenderoj për vëmendjen, mirë takofsh.